dokumentuar dhe memorizuar ngjarje, momente, dëshmi e të tjerë është e lashtë sa vetë njerëzimi. Gjurmë të ruajtjes dhe dokumentimit gjejmë 5000 vjet më parë në disa pjesë të botës, edhe pse arkivi ashtu siç e njohim ne sot ka filluar të ekzistojë disa qindra vjet më parë. Një punë mjaft interesante është bërë në Mesopotaminë antike, sepse ka qenë një kryqëzim rrugësh mes lindjes dhe perëndimit. Romakët zhvilluan praktikën e regjistrimit dhe ruajtjes së dëshmive si një mënyrë për të ruajtur korrespondencën hyrëse dhe dalëse, për të pasur dokumentacionin origjinal të sigurt dhe për të pasur një akses më të shpejtë tek ato. Arkivat moderne filluan të zhvillohen në shekullin e 18. Praktikat e ndërmarra në arkivat e qeverive të Francës, Prusisë, Hollandës dhe Spanjës kanë qenë absolutisht ato që hodhën themelet e principeve të arkivës moderne. Ato mbeten sot bazat për standardet kombëtare dhe ndërkombëtare dhe praktikat më të mira në mbar botën për të gjitha llojet e arkivave. Kjo nuk do të thotë që ideologjia që është zbatuar në praktikat arkivore ka qenë e njëjta në të gjitha rastet. Në shekullin e 20, ideologjia marksiste-leniniste në Bashkimin Sovjetik shkaktoi një rikonceptualizim të funksioneve të arkivit dhe qëllimit të dokumentimit dhe arkivimit, mënyrë e cila u përhap në të gjitha vendet që ishin pas perdes së hekurt dhe në disa vende të tjera komuniste. Shqipëria është një nga ato shtete që zbatuan këtë ideologji. Shpallja e pavarësisë në vitin 1912 dhe krijimi i Shtetit të Pavarur Shqiptar krijoi kushtet edhe për organizimin e punës për një kujdes më të madh për dokumentet. Për herë të parë në histori, vlerësimi i dokumenteve dhe administrimi e ruajtja e tyre gjen pasqyrim në aktin më të lartë normativ të shtetit. Dokumenti i parë që ruhet në Arkivin Qendror Shtetëror, që bën fjalë për përpjekjet drejt krijimit të një arkivi qendror, është vendimi i datës 2/1/1932 i Këshillit të Lartë të Shtetit për shqyrtimin e projekt rregullores për regjistrimin e ngjarjeve me rëndësi. Në këtë projekt rregullore parashikohej edhe krijimi i Arkivit të Përgjithshëm të Shtetit. Momenti i rëndësishëm për historinë e arkivave shqiptare është projektligji i vitit 1932 për krijimin e Arkivës së Përgjithshme të Shtetit dhe të kronikës historike në nenin 1, të cilit përcaktohej: krijohet në kryeqytet një arkive përgjithshme e shtetit për me përmbledh e ruajt gjithë dokumentet zyrtare. Megjithse projektligji nuk u zbatua, ai dha një nxitje zhvillimit të veprimtarisë arkivore. Lufta e dytë botërore ngadalsoi nismat e marra nga organet shtetërore për arkivat, dhe ata deri në përfundim të saj mbetën në nivelin e sekretari arkivave, si njësi strukturore të institucioneve që ndiqnin dhe përgjigjeshin vetëm për administrimin e dokumenteve të tyre. Megjithatë, në saj të veprimtarisë së tyre u bë e mundur që të ruhen dhe të trashëgohen sasi të vlerësueshme dokumentesh me shtrirje pothuajse gjithëpërfshirëse subjekte shkohore, hapësinore dhe në përmbajtje. Përpjekjet për krijimin e një arkivi qendror vazhduan edhe pas luftës së dytë botërore. Në vitin 1947, pranë Institutit të Studimeve, u krijua Arkivi Dokumentar i Institutit. Ai grumbulloi një sasi të konsiderueshme dokumentesh historik që ruheshin në organet shtetërore apo individ të veçantë, duke marrë kështu edhe atributet e një arkivi qendror, por jo me të gjitha karakteristikat e një organi të tillë. Arkivi Qendror Shtetëror, AQSH, u krijua si organ qendror, megjithse në varësi të Institutit të Studimeve, me urdhëresën e Këshillit të Ministrave numër 21, datë 8/6/1949. Krijimi i tij shënon një moment kulmor për historinë e arkivave shqiptare. Për herë të parë, krahas arkivave të organeve shtetërore filloi funksionimi një organi të mirëfillt arkivor me shtrirje gjithështetërore. Në vitin 1951, Arkivi Qendror i Shtetit kaloi në varësi të Ministrisë së Punëve të Brendshme, varësi të cilën e ruajti deri në vitin 1962, kur u krijua Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shtetit, sot Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, në varësi të Këshillit të Ministrave. Krahas të qenit organ qendror, kjo drejtori kishte dhe ka edhe atributet e Arkivit Qendror Shtetëror, si arkivi më i rëndësishëm dhe më i pasur i rrjetit arkivor të vendit. Atje gjen dokumenta që nga mesjeta e hershme deri më sot. Ata më të vjetrit janë Kodiku i Argjent i shekullit të 6 dhe Kodiku i Artë i shekullit të 9. Nga shekulli 19 deri në vitin 1912 ka një fond të pasur, sidomos për epokën e rilindjes kombëtare. Në Arkivin Qendror të Shtetit gjen edhe aktet zyrtare të Shtetit shqiptar prej vitit 1912 deri në vitin 1920, të cilat janë të paplota. Administrata shtetërore ka dokumente më të plota pas vitit 1920. Pas vitit 1992,
Në arkivin qendror të shtetit u përfshin edhe dokumentet e ish arkivit qendror të PPSH-s. Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave fatkeqësisht nuk e ka pasur asnjë rolin që i ka dhënë ligji, që është kryesuesi i rrjetit arkivor kombëtar. Një pozicion të cilin ne tashmë jemi duke rikthyer nëpërmjet disa akteve normative të kaluara tashmë në rang të Këshillit të Ministrave dhe nëpërmjet rregulloreve të brendshme që po tentojmë të zgjidhim një problematikë shumë të madhe që është ruajtja e memorjes tonë kolektive kombëtare, e cila rezulton se më lehtë një historian i 500 viteve do të gjejë dokumentet e viteve 30 sesa të viteve 90 dhe 2000 për shkak të tranzicionit të çuditshëm që ka kaluar ky vend. Pyetje se ku i pikon çatia e arkivit figurativisht në këto momente, drejtori Bido i përgjigjet. Për pikimin e çatisë, ju lutem mos më ngacmoni sepse nuk ka qenë figurative kur un kam nisur punën, ka qenë reale çka është e kaluar. Për pjesën figurative të pikimit të çatisë, nuk besoj se është kryeministria fajtore në gjithë këto vite. Besoj se duhet që t'i propozohen zgjidhje instancave prore. Në momentin që instancat prore nuk i përgjigjen këtyre zgjidhjeve, është tjetër çështje. Shpresoj që do të përgjigjen mbi këto dy objektiva madhore që kanë të bëjnë me vendruajtjet në radh parë dhe së dyti që kanë të bëjnë me qasjen e re në lidhje me digitalizimin dhe me restaurimin, pra mundësinë që të ardhurat dytësore të përdoren me këtë qëllim, për këtë qëllim, dhe nëse kjo bëhet, është çështje menaxhimi mbi të gjitha. Ky është arkivi qendror i shtetit shqiptar sot. Nuk mund të thuhet që në këtë institucion kushtet e ruajtjes dhe administrimit të pasurisë son dokumentare janë ideale, por të paktën përpjekjet nuk mungojnë. Në arkivin qendror të shtetit ekzistojnë shumë vendruajtje, por më i rëndësishmi ku flen kodikët konsiderohet si dhoma e hekurt. Atje temperatura duhet të variojë nga 14 në 18 gradë Celsius dhe përqindja e lagështirës në ajër nuk duhet jetë më shumë se 55 deri në 65%. Është e vetmja dhomë, më thash, do me thënë që i ka kushtet më të larta, por dhe në dhomat të tjera të vendruajtjes, mbajnë aparatura që shikojnë nivelin e lagështirës dhe të ajrit të kondicionuar. Do me thënë, nëse ato janë në parametrat e dur, nuk mund të them me saksi, do me thënë që këto ruajnë në të gjitha, në mënyrë absolute, pasi nuk i kemi kushtet në ambientet e tjera, do me thënë sidomos në Shkodër, që kemi vendruajtje tjetër shumë të rëndësishme. Laboratori i restaurimit në arkivin qendror të shtetit ngjall shumë kurreshtje. Zonjat që punojnë në të ringjallin dokumente, të cilat shpesh janë të keq përdorura, të djegura, të gërryera nga korozioni e të tjerë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, urdhroni. Besoj keni nisur nga puna? Po, patjetër. Ne kemi ardhur të shohim se si ju e sillni në gjendje të lexueshme, të aksesueshme nga publiku një dokument të vjetër, shumë të vjetër, shpeshherë shumë të dëmtuar. Jemi kurioz të dim çfarë dosje keni dhe çfarë dokumenti keni konkretisht në dorë. Këtu vijnë fonde nga më të ndryshmet, po të gjitha këto dokumenta kanë një gjë të përbashkët sepse janë objekt dëmtimi. Ju tani konkretisht cilin dokument keni në dorë? Po. Me çfarë do ta nisim? Po, kemi një dokument nga një fond prefektura e Korçës. Ky dokument, po, është në gjuhë italisht. Ky dokument ka disa lloj dëmtime, sepse doja të theksoja që dokumentat i ndajmë sipas faktorit dëmtues, sepse dhe trajtimin ashtu do t'ja bëjmë. Për shembull, këtu shohim që ka disa lloj dëmtime, ka dëmtim nga faktorët biologjik, konkretisht kërpudhat, myku, siç e shihni dhe kolonit. Dokumenti është desinfektuar më përpara, por gjithsesi mykun duhet ta largojmë nga sipërfaqja e dokumentit, sepse sikur një spor të mbetet, ai aktivizohet dhe është një nga gjallësat, nga mikrogjallësat që shumohet shumë shpejt dhe bën, domethënë, shumë dëme mbi dokument. Është gjithë pasojë e mykut? Po, e mykut, dhe këto janë shumë rezistent. E vendosim dokumentin mbi letrën e filtrit, këtu e punojmë. Kemi vendosur dhe indikacionet përkatëse, sepse kjo është shumë e rëndësishme, se po na ngatrohet dokumenti, atëherë na hapet shumë punë. Pra, kemi vendosur dokumentin mbi letrën e filtrit, me një tampon pambuku pa alkool.
Fshim mykun. Që mos të ngjitet mbi fibrat e letrës myku. Po kjo grisja anësore, çfarë ka shkaktuar atë? Këtë grisjen anësore. Se duket si e djegur. Këtu duket jo, sepse dhe vjetërimi që shkaktohet nga disa faktor fizik merr atë pamje. Në këtë rast nuk është, ka dhe dokumenta që i kanë shpëtuar luftrave, djegjeve të ndryshme, por në këtë rast ky vjetërim që ngjan si një djegje është shkaktuar nga lagështia, nga temperatura, nga disa faktor dhe aciditeti që këto kanë qenë në normat, domethënë të jo të lejuara. Pra e larguam në këtë mënyrë mykun, i japim dhe një shplurosje, sepse çdo grimc pluhuri që mund të mbetet mbi dokument është një terren i mirë për mikroorganizmat, për bakteriet, për sporet. Të cilat e shkatrojnë. E shkatrojnë sepse ato dhe duke ndënjura shumë mbi dokument, nga shpërsia e tyre mund të dëmtojnë fibrat dhe me tampon, me një antiseptik, që në këtë rastin ton është alkooli. Në vendin kur ishim kolonit e mykut, bëjmë një pastrim, duke patur dhe parasysh që mos të dëmtojmë shkrimin, sepse jo të gjitha bojrat janë rezistente. Ndaj alkoolit. Ndaj alkoolit dhe ndaj gjithë tretësirave të tjera. Shumë të themi për cilësinë e letrës. Një faktor i rëndësishëm në qëndrueshmërinë e letrës gjatë ruajtjes, qëndrueshmërinë e dokumentit gjatë ruajtjes së tij, është dhe vetbartësi i letrës. Pergamena është numër 1 për sa i përket rezistencës? Pergamena është shumë cilësore, është përdorur kryesisht në antikitet, në mesjet. Kemi dhe këtu kodikët kryesisht, që ruajnë në gjendje shumë të mirë. Është një cilësi shumë të lartë, ajo përbëhet nga lëkurët e kafshëve. Pergamena ka një teknologji prodhimi të veçantë. Pas pergamenës filloi letra të prodhoi shumë. Në fillim u prodhua nga fibrat e tekstileve, që ishte një letër e një cilësie shumë të mirë. Pastaj nevoja akoma më të mëdha për letër bën atë që u kërkuan burime të reja për letër dhe këto burime ishin më të shumta nga masa drusore, nga drurët, sidomos halorët. Që e bëri letrën më delikate. Cila është periudha më dëmtuar që ka arkivi? Periudha kohore? Nga cili vit? Po thuaj se kjo periudhë. Që korespondon me... Që korespondon me këtë cilësinë e letrës. E kuptoj, pas viteve 40 apo përpara? Sidomos pas viteve 40. Është periudha me dëmtuar dhe periudha para se dokumentat të përqendroheshin aqsh. E kuptoj. Në arkiva, sepse mënyra e ruajtjes ka qenë ashtu primitive. Po. Janë bërë dhe restaurime primitive që këto kanë prishur dhe punë. Ritmi në laboratorin e përpunimit dhe restaurimit të dokumentave është mjaft i lartë. Specialistja përpunon rreth 100 dokumente në ditë dhe gjithë kjo kërkon një punë të kujdesshme dhe shumë durim. Pas pastrimit të mykut dhe shpluhurosjes, vjen një tjetër proces i rëndësishëm. Ai është deacidifikimi, i cili në këtë laborator bëhet me anë të tretësirës së kripës boraks. Kemi edhe një dokument tjetër këtu. Do të bëjmë të njëjtën procedurë? Do të kryejmë të njëjtën procedurë edhe me këtë dokument? Tani me këtë dokument nuk do ta bëjmë deacidifikimin, se në rast se këtë dokument do ta futim në vaskën për deacidifikim, ky dokument do të squllej, do të plasaritej, do të shkatërrojë më keq. Nuk e reziston deacidifikimit. Kjo dosja që kemi këtu është një dosje e dëmtuar e cila do të restaurohet? Po. Një arsye tjetër e dëmtimit të dokumentave janë dhe gjilpërat dhe kapsat metalike. Të cilat ndryshken? Të cilat ndryshken, sigurisht sepse në kontakt me oksigjenin e ajrit dhe me avujt e ujit zhvillohet një reakcion që quhet korozioni dhe duket qartë në këtë dokument, ja dhe këtu që ka qenë kapur fotografia, kemi përgatitur një solucion tretësire boraks me përqendrim 1%. Një gjë e rëndësishme është përpara i bëjmë testimin e rezistencës së bojës. Provojmë se këtu ka disa lloje bojrash, atëherë në qoftë se nuk lëshojnë këto rjeta,
përdoren Për të futur për dokumentin. të futur dokumentin. Mund të fusi më shumë se një dokument me shënimin përkatës. Shënimin përkatës. Këto dokumenta janë nga Fondi Gjykata Pajtuese Për sa kohë do të rrinë dokumentat për aty? 20 minuta. Dokumentet që mbrin në këtë laborator për të përpunuar kanë dëmtime të ndryshme, të grisura, të dëmtuara nga faktor natyror, të djegur, por edhe të shkelur e të ndotur. Në rastin e këtij dokumenti me balt, rezervohet një tjetër procedurë. Atëherë, koha përfundoi, koha e ndetjes në tretësirën e Tani, kripës. kështu siç janë, bashkë me rjetën, me kujdes që mos të dëmtojmë, mos të shformojmë më sakt, mos të pësojmë shformimet e dokumentit, e marrim me kujdes rjetën, e kullojmë pak solucionin e tepërt që kanë mbajtur dokumentat dhe vendosim mbi këtë planin e pjerrët dhe e lëm këtu për pak. Sa kohë do të rrihet? Gati 5 minuta që të kulloj solucioni, sepse ai mbetet dhe krijon dhe njolla në dokument. Marrim me kujdes. Dhe i vendosim të akoma filtrit. të lagura dhe i vendosim në fletët e filtrit në këtë raftin tharës, bashkë me indikacionin përkatës, dhe kështu dokumentat rrinë 24 orë, që supozohet që të jetë arritur do me thënë tharja plot. Dhe rëndësishme është që të bëhet tharje në kushte natyrale, jo me ngrosa për ta bërë sa më shpejt. Do me thënë nesër në këtë orë ne i shohim të Të përfunduar. përfunduara. Mund të thuhet se Arkivi Qendror i Shtetit është një institucion me fat që ka laboratorin e tij të restaurimit, i cili është unik në llojin e tij dhe bën një punë shumë të madhe për ringjalljen e letrës. Nuk mund të thuhet që është në kushtet më të mira të mundshme, por sipas drejtorit Bido, nuk është se i mungojnë aparaturat e nevojshme krahasuar edhe me laboratorët e vendeve fqinj. Ai është laborator qendror restaurimi, që do thotë që restauron jo vetëm dokumentacionin i cili është i dëmtuar dhe gjendet në Arkivin e Shtetit, po dokumentacionin i cili është i dëmtuar në çfarëdo lloji arkivi të Republikës së Shqipërisë, në arkivat e sistemit, në arkivat të tjera të përhershëm, në arkivat funksional, të gjithë do të duhej sipas ligjit të grumbulloheshin këtu për restaurim. Mirë, po fatkeqësisht ligji është miratuar në 2003, kjo nuk ka ndodhur. Ne sot jemi në fazën që po kërkojmë që ta bëjmë të mundur diçka të tillë. Kanë kaluar 24 orë, ne jemi sërish në laboratorin e përpunimit dhe restaurimit të dokumentave në Arkivin Qendror të Shtetit. Jemi pranë filtrit të tharjes së dokumentave, pra dokumentat që kemi përpunuar dje, i kemi vendosur te filtri i tharjes dhe zonja Vali është duke i kontrolluar ata nëse është bërë tharja përfundimtare. Pam tharjen përfundimtare të dokumentave, tani jemi në një tjetër ambient të laboratorit të restaurimit. Për të parë restaurimin përfundimtar të dokumentave, jemi këtu me Marinelën, e cila është specialiste restauratore dokumentash, e cila do të na tregojë se çfarë do të ndodhë në këtë ambient, se si do të përfundojë i gjithë dokumenti restauruar. Këtu kemi këtë dokumentin i cili shfaqet shumë i rrëdhosur.
Përpos pjesës që ky shfaqet i rodosur, çfarë të dokumenti që vjen, sikur edhe një rrugë të vogël të ketë, normalisht ai do nënshtrohet procesit të shtrirjes. Shtrirjet mund bëhen në të thatë ose në ambient të lagësh. Gjithsesi shtrirjet në ambient të lagësh fokusojnë janë domosdoshme në këtë lloj stadi që është kjo letra. Këtu kemi një dokument i cili shfaqet tehetit e graduar, copëzat tjera të mbetura. Ky është dokumenti djegur? Ky është dokument, mendohet sipas zonjës, ka dhe pjesën e djegjes, por ka dhe vjetrimi natyral. Do të thënë vjetrimi natyral, kushtet mikroklimatike, të cilat janë problem shumë rëndësishme, metodologjia e cila do ndiqet edhe njohja së pari me dokumentin, përmbajtja historike që ka të tjera. Kemi disa copëza të cilat janë këtu. Atëherë këtij dokumenti së pari është bërë shtrirja në të thatë, sepse duke qenë që është shumë ndëtuar, ky nuk mundet të ushtrohej shtrirja në të njomë. Është bërë shtrirja në të thatë, është vendosur tek pjesa e presës, është bërë konsolidimi para prak me metilcelulozën. Metilceluloza është një komponent jo kimik, luan rolin e ushqimit të dokumentit, luan rolin e konsolidimit të dokumentit, luan rolin e adezivit të dokumentit, siç kemi këto letrat japoneze, të cilat vendosen për të bërë mbushjet e pjesës ku mungon ose bordurimet e tjera ankorohen gjithmonë me letrën japoneze. Kjo është një letër? Kjo është letra japoneze e veçantë. E ka emrin letër japoneze sepse normalisht ndjek praktikat e letrës së parë se si është prodhuar, duke qenë që letra japoneze është ndër letrat që ka treguar që me kohën ka një rezistencë shumë të gjatë. Letrat e restaurimit kemi të ndryshme. Përveç letrës japoneze është kjo është letra, të gjitha kanë emrin letra japoneze, por janë në spesor të ndryshëm. Kjo është më e veçanta, e cila është letra japoneze, e cila quhet si velo. Ndihmon shumë në pjesët kur ne kemi shkrim dhe do na duhet domosdoshmërisht ndërhyjmë mbi atë pjesë për ta bashkuar apo për ta plotësuar, ndërhyjmë me këtë letër të hollë. Që të mos zhduket edhe shkrimi. Që të mos zhduket edhe shkrimi, por gjithmonë në pjesë shumë vogla. Janë gjetur gjithë rregullatorët që restaurimi të jetë i pafundit në gjatësinë e tij. Por ka një rëndësi shumë të madhe për t'u theksuar, të gjithë solventët, të gjithë adezivët, të gjithë përbërësit në restaurim kanë një parim bazë të cilët duhet të jenë të gjithë të rikëthyeshëm. Kjo është një dokument tjetër i cili kolegja do vazhdoj operacionin përkatës të restaurimit. Kjo është një moment për shembull i cili kryet një proces që quhet procesi me laminatorin me nxehtësi. Ne nuk mund ta shmangim dot këtë moment sepse kemi një letër e cila përpos pjesës që është shumë e degraduar, ka shkrim nga të dy anët. Ky është një proces që bëhet për të gjitha dokumentet? Ky është një proces që bëhet shumë rrallë për dokumentat. Në momentin kur ne nuk kemi se çfarë të bëjmë me dokumentin, që ta kemi fizikisht çfarë është në fundit të restaurimi? Është një operacion që ndodh dokumentacionit. Është një operacion mjaft i domosdoshëm. Është operacion fizik dhe estetik. Është një operacion të cilën në një punë artizanale të shkëlqyer, që ja bëjnë zonjat që punojnë në sektorin e restaurimit, e kthejnë atë dokumentacion të lehtësueshëm, të shfrytëzueshëm për subjektet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Janë dy komponentë kryesor të cilën ndodhin në restaurim. E para që të jetë e rikthyeshme, çdo ndërhyrje që i bëhet solvent apo adeziv të jetë i rikthyeshëm në një moment të caktuar, dhe e dyta, që ajo të jetë origjinal, të ruajë origjinalitetin në mënyrë që të lexohet dhe të jetë ai dokument i cili ka qenë, domethënë, në origjinën e vet. Ne po fusim një sistem online, i cili sistem online ka 2 milion rekorde. 2 milion pitujdosjesh.
2 milion titujdosjesh të cilët kanë qenë në një sistem online këtu të brendshëm, por që s'ka qenë të aksesueshëm për askënd. Ne kemi bërë modifikimet e nevojshme, kemi bërë përkthimin në shqip, kemi bërë mundësimin e një backup i të akshes e tjera gjithë detyrimeve, dhe sot jemi të gatshëm që ta bëjmë këtë gjë, që të bëjmë një revolucion përsa i përket studimit në sallën e studimit të Arkivit Qendror Shtetëror. Në laboratorin e mikrofilmimit, një laborator mjaft i veçantë, punon një tjetër zonjë. Duhet thënë që arkivi është një institucion në të cilin punojnë 90% gra. Zonja Lili rrëfen se ka punuar thuajse gjithë jetën e saj aktive në këtë laborator. Kjo prej filmit shërben si kopje sigurie, të cilës neve i referohemi për çdo lloj që mund të ndodhi me dokumentin e para. Për ta ruajtur dokumentin gjatë përdorimit, sepse jo kushdo di të punojë me dokumenta. Ky është aparati i mikrofilmit. Që në momentin e parë që unë filloj punën në mikrofilm, punojmë gjithsej menjëherë me 2 kaseta. Çfarë janë 2 kasetat? Është kopja e sigurisë dhe kopja e shfrytëzimit. Kopja e shfrytëzimit që shfrytëzohet dhe për të skanuar, sepse këtu skanohet filmi, jo dokumenti letër, dhe për të dhënë në përdorim në sallë, në qoftë se për shembull nuk do ose qëllon që nuk është hajtur të skanohet, atëherë jepet kopja e dytë. Kopja e dytë është gjithmonë kopja e shfrytëzimit. Dikur kjo shfrytëzohej në formë xhaketash. Po që nga viti 2003 ka ardhur ky laborator dhe si të thuash dokumenti këtu do hyj letër, ja do ta shikojnë gjithë procesin e punës dhe del në formë CD-e. Ky është aparati i mikrofilmit. Mund të shohim konkretisht një dokument? Po. Dokumenti këtu, aparati i merr në mënyrë manuale, nëpërmjet këtij monitorit, unë i jap filmit të gjitha parametrat që i duhen për të përdorur në skanimin e tij. Sa gjatë si proces? Atëherë, një bobin filmi, pra 2800 dokumenta, të cilat unë i mikrofilmoj këtu, zgjasin 2 ditë e gjysmë. 2 ditë e gjysmë, po. Pastaj, mbasi mbaron kjo procesi i mikrofilmit dhe mbaron një fond të mikrofilmuar, një fond mund të ketë 10, 12, 15 bobina filmi kalon në zhvillim, zhvillohet filmi. Është laboratori i filmit aty që zhvillojmë filmin dhe mbasi zhvillohet filmi, kalojmë këtu. Kjo pajisje është pajisja e skanimit të filmit, domethënë e filmit të dokumentuar. Ky si laborator është dhuratë e Arkivave Federale të Zvicrës. Domethënë është grand marrëveshje ndërmjet 2 arkivave. Tani, dokumenti i skanuar. Mbasi skanohet filmi, unë i kaloj në monitorin tjetër, aty ruhet në server dhe i gjithë dokumentacioni kalon në CD. Në CD. Pra, me një fjalë, në këtë laborator, dokumenti hyri letër dhe doli në CD, në formë CD-e. Sa për batut kur erdha në krye të drejtorisë përgjithshme të arkivave, shumë kolegë të mi, studiues, historian miq të mirë, më thanë, shiko, qëndro aty, merr ca dokumente për studimet e tua të ardhshme, fotokopjoj që ti kesh me veten në vitet të ardhshme pasi të mos jesh më aty. Dhe që është diçka, le të themi, një bisedë informale, por shumë e rëndomt në radhën e studiuesve dhe ju dini mirë. Dhe përgjigjja ime ishte që aq kohë sa do të kem në krye të arkivit, do të bëj të mundur që kur t'i nga arkivi të mund t'i marr ato dokumente shumë shpejt dhe në të njëjtën kohë dhe pa nevojë që të veten në arkive dhe të përplasem. Atë jam duke bërë. Detyra e arkivave është të mendojnë dhe të veprojnë duke pasur parasysh se ato nuk kanë një audiencë vetëm institucionale, lokale apo kombëtare. Ato kanë një audiencë dhe përgjegjësi globale dhe materialet me të cilat arkivistët punojnë janë pasuri për të ndarë me të gjithë botën. Kjo është sfida më e madhe në shekullin e 21, e ndoshta më e madhja e të gjitha kohërave në këtë botë pa kufi.